të gjitha bizniset që i kom pas në Zvicër, duhet me lënë krejt. Lini ideja djali, to marroni villë, rri me mamin, qetësohesh, to hajde nis pak edhe çaj. Po duket villa tepër e bukur. Veç me llogarit krejt dikon në ofër 400.000 euro. Me tokë, me villa, me krejt kjo investim shto. 40 i kum bleka 82.000, 85.000 euro. Çdo kum bë pjesën e kampingut, ka kushtu dikon mbi 60.000 euro. Diçka e rjesë në Kosovë, kështu kamping në nivel evropian, i vetëm ky. Do pse rrin pronari këtu, ku i ki punëtorët? Unë jam më punëtor se punëtorët. Sa punëtor i ki këtu? Unë e gruaja, një punëtor e kem tjetër, në kërkim. Në kërkim për punëtor? Kërkim për punëtor. Po më ka veç a dërë me punu, sa dush ka punë. Po dojnë krejt me dal jashtë, në zonë sa këto si marë. Familjar ose qifte, për ndrysh jo. E losh prast apo si marë. Jo më shku ka ideja me pas familjar. Përshëndetje për krejt miqemin nga unë Eliona. Sot jemi arë në fshatin Grashtic, edhe gjatë rrugës që po e bojna këto, kemi rastësis me i pa shumë villat bukura. Po njëna ndër tyre që mund ka lanë për shtypje mas shumëti është villa e Riza këtu në Grashtic, me të cilën po doj me intervistu sepse prej larg po doket një villë mega e bukur, edhe kemi rastin, besoj me taku dikon brenda, edhe me na tregu pak për villën se qysh është puna atë. Hajde një bashkë me mu. Mishemi të dashur që ju paralajmërova edhe ma heret, në rrugën që e banëm këto e kemi gjetë villën Riza. Edhe bashkë me ta kemi gjetë edhe pronarin që është shumë maja e minimalja që kishmi mujt me e gjetë në herë. Përshëndetje, zotri Shaban. Si jeni, qësh po kalone? Mirë se gjetëm në villën e juve edhe më kanë shumë e shtirë me gjetë në herë nasha pronarin. Jo, në zakonisht jem këto. Qka pun të këto, pëse rrim pronari këto, ku i ki punëtorët? Unë jam më punëtor se punëtorët. Ma punëtor se punëtor? Që prezencën e kam më të madhe. Sa punëtor i ki këto në krejtë? Unë e gruaja, një punëtor e kem tjetër, një tjetër një burë e kem pas e kalshue, në kërkim. Në kërkim për punëtor? Kërkim për punëtor, po. Tregoj audiencës që do jetu li për punëtor se po thojnë njerëzit e Kosovës që s'po ka punë. Jo, punë ka. Punë ka veç a dërë me punu, sa dush ka punë. Po thuj që Kosova ka punë për me bo, për nasha vetë s'po dojnë. Po s'po du me gjiku për kanë, veç sigurisht ju, se të une i narë shemull, veç më gjitë punë, mas një mujdit e kam marrë rrugën e parë, vëlla s'po mi marë, shef, shumë largë. Që shumë largë, villat që të ngonë edhe atëherë, s'kanë lëvizë. Po, s'di, po dojnë krejt me dal jashtë. Qka kishe me jo thonë të atyve që dalin jashtë? Po mirë është shumë, mirë është me dalë me provuhe. Tregoj audiencës prej ka je. Tregoj audiencës se na e dina. Unë jam jetoj në Zvicër që pej 83-84, të më që 20 vjetë e ma shumë, që një 4 vjetë gati 80% kohës jam këtu. 80% kohës këtu. Është kjo veç për shkak të villave që i ke punu këtu dhe tregojmë qysh ja ke fillu me punu me villa, ka t'ka ardhë ideja krejta këto se... Vëllaj, unë e kom pas një problem pak me shëndet, edhe të gjitha bizniset që i kom pas në Zvicër, duhet me lënë krejt, edhe lini ideja djali, më theke mere, babë që to, marroni villë, rri me mamin, qetësohesh, të nej që ashtu, hajde nis, pak edhe qaj. Që sa vite tha që ke fillu këto me punu me villa? Që kështë i 4 vjetë. I 4 vjetë? Që shkon puna këto? Në 10 orë i bajmë 4 vjetë që i këm bo hapjen. Mirë, super. Super, shumë mirë. Sa është e vështirë me pas një biznes në Kosovë? Po nuk është e vështirë me pas, është e vështirë me majtë. Me majtë është pak ma zërë. Se? Po, nuk di, na e kem qef, veç me marë, po s'kem qef me dhamë. E kem pak problem me dhamë. Me i majtë që është duhet me i majtë. Pasërtin, regullin krejt, do në investim. Mës me i marë, mës me bo investim heq, veç me i prit kush djendi, kush zvin heq, sepse që 4 vjetë kur ditën e parë, kur sot është njëjtë. Pasërtia është në top list. Pasërtia, mikpritja, tjerat ka daldalë. A je kështu strikt në punën e punëtorve se që shë bojnë?
Po, kërkoj shumë. Tu nuk është punë e rëndë, ma dhe mundet me bo çdo kush. Po vetëm çka të bëhet, duhet me bo perfekt. Pa, nuk të lërë kur gjë heq. Edhe çdo villë që të pastrohet, pa jo dërzu e musafirit, unë e kontrolloj. E kontrolloj unë personalisht. Personalisht. Po, personalisht e kontrolloj, a jam krejt në rregull, edhe atëherë në 3 ora është check-ini, edhe mundet me ardhë kush dojnë, s'ka problem. I keni jo të Zvicrës e Gjermanisë, Na jem villa pak- strikte, jam Na me jem pak këshyrë. tallakat, po. Na jem pak si budallat. Po e shoh këtë pjesën, domethënë të çmimeve. Camping Villa Riza, mirë se vene, domethënë edhe i ka çmimet krejta të renditën Po. aty, me llojin se ku çka po do me nejt edhe çka po do me bë. Edhe villa maksimum domethënë për persona ku ka 60 euro. Po. A është kjo vetë si Jo për për flok? villë është, jo për persona. Po një Okej, villë është maksimum 5 persona, veç një kam, tjerët i kam për 4. Okej. Po unë nuk marr grupe. Grupe nxonsa këto si marr. Familjar ose çifte, po ndrysh jo. E losh prasta po se marr. Pse për shembull, trego ma arsye. Po jo, arsyeja është shumë e thjeshtë. Unë e kom bën një investim të baja gjithë mirë. Mos me edhe shkaktu mos me shkaktu, probleme. tani janë edhe ju më shku ka ideja me pas familjar. Tash familjar edhe të rit nuk shkojnë bashkë. Po, Si familjarët kanë qenë pak muzikë, pak me bërtit, pak sene, pak aty, familjarët dojnë ma qetësi, edhe kështu që shkojnë të dyja. Edhe jum shku ka veç familjarët. Okej, nëse veç një ditë e verës shkon një familje me një villë, a e kanë mundësin këtu edhe flija me qita jo? Jo, nuk e kanë mundësin, mundet edhe mu bo, se nuk është problem, se na qesëm vetë, kur qesëm për vete që mu me alëqit në dispozicion krejt, nuk është problem, po zakonisht s'm ka bo asnjë kërkesë kërkush. Po duket villa këtu afër, nuk i di se cila është, po duket villa tepër e bukur. Unë edhe kamera me Këtu janë fokusu, po modele- edhe muna me pa edhe për afër, a mundemi? Po. Kena me pa Ky edhe është nga afër model, si që ky duket. është model unik, nuk ka si ka kërkush. Aha. Po kupton. Kjo tjetra po, nuk është model i jami, a kjo është model vetëm jami. Për A 2 kena mundësi vjet, me pa prej brenda që Po. duket? Hajde se bashkë jam kurioztare me di se çysh po prej duket. ndërtimin kur e kanë bërë, për 2 vjet s'kam pas drejt me apo kërkoj, po deri tash s'kam pas që i ka bërë ditë. Kam pak kosto më të madh. Çysh e ke marrë këtë farë idenë e projektit Po, për me me bë arkitekt. këtë villë Në unike? arkitekt. I ri, plot ide, unë s'desha me i bo si kushtet zakonshme që janë, se nuk e kam për, nuk është punë për mbjetesë për mu, për me jetue. Këtu e kena edhe pjesën e grillit, Po, edhe për me shiju qetësinë maksimale edhe cilësirimet e zogjve. bash. Është- Mëngjesi është, sidomos mëngjesi, s'mundesh me nejtë në krevet. Greshtica e ka Është edhe ajrin e shumë, po. pastër për ndryshe. Është vend shumë i bukur për me qëndru me një kohë caktume, ose pse jo edhe marrë me jetu. A ishe kthym Greshticë me jetu ajo? Po, më thonë drejtë ma shumë flaj shumë përrin këto. se më Prishtinë. Tregon, kur e kam periudhë të fundit në Zvicër edhe çka po të bën tash ti me dallu mos me nejtë në Zvicër, po me orë këtu në këtë ajër të pastër. Në Zvicër më kom para një muaj e gjysë, është të kom nejtë një javë. Po, me thonë drejtë në sumë rjetë. Sa atje shumë stres. Vëllo këtu në s'ka stres kur gjë, s'ka është kërejt tjetër jetë, tjetër... Atje s'kimi më mas me kanë me nejtë. Po fix, atje nuk unë me shku me nejtë kështu mosafir. Jo, në vikend që e kanë e kalon me familje, me dalë kafe, me pi kafe, me dikon është pak problem. E këtu veç aki kohë. 6 Po, fron nga kohë se një dush. kafe këtu, A, kejtë po. familjes ju qetë me 6 euro. E vërtet. A kena mundësi me Po. ortash edhe prej ofër me po? Se qysh po do këtë vende? Nëse këshërni pa e këtë, se nuk është krejt e fshime, Në rregull. se nuk është e pregadit hala. A ke kjo që tha që është për 5 persona? Jo. A është tjetra? është tjetër, po. Okej. Po ato kam të zonë e nuk s'mujna me. Nalt Okej. është dhoma, Edhe kamera mundet Tu me fokusu me po krejt vendin tu se është qysh që po një do këtë. najer mëngjes i hop dritë të këtu farë pirdet, Mhm. kur është pak koha me eftoftë, atë që s'munesh me dalë. Okej. Banjo është e madhe, kuzhina është komplet me çka ka, me televizion, me gjitha. Me krejt atë mira Po, për po. një fjallë. Këto veç mishin edhe të ngjillën do të me morë, tjetër se në tjera ti ki krejt. Tjera që janë krejta. Me ju tregu krejt njerëzve kush ka dëshirë me ardhë verës, me kalu një ditë vikender me familje. I pas ka krejt mundësit e mira për
për me shiju atë ditë bashkë me familje? Sezonin e naltë në kem dimnit. Shemën dhëtori, janari, shkurti, janë 3 muaj që janë 7 ditë mjavë plot. Kupton? Edhe bukuria është që vjen borë, po 8-6 grill, atë skarat i dhezin, edhe është diçka e pabesueshme, është shumë bukur. Dimni nuk është shumë i fort, po ka gjithë borë. Po, tregon pak krejt kjo pjesë e villave, qysh me sa ka fillu, deri në sa ke shpenzu? Qysh ka shku kjo procedurë? Unë tokën e kam ble, nuk kom pas, nuk kom pruna. Nuk është shkon pruna jote? Jo. Sa e ke ble tokën fillimisht? 40 i kom ble ka 300 euro, tjerat i kom ble ka 800, veç tash janë dikun një këtire 40 parafërsisht. Okej, që i bjenë në total? 1400 metra, po. A me euro? Po. Po, valla, dikun ja 82-3.000 euro. Deri në 85.000 euro. Po, parafërsisht po. S'm kujtohet saktësisht e kanë kalu pak kohë. Përderisa tokën e ke bo pezojmë deri në 85.000 euro. Krejt investimin villa, gjonat tjera, brenda, edhe krejt mbulimi kësaj, deri sa ka shku? Po qëta është me qitë pjesën për këtu, se qëta kom bërë pjesën e kampingut, të më onë në 7 orë vjetë e kam përfundu, ka kushtu dikon mbi 60.000 euro, veç me logarit krejt dikon në ofër 400.000 euro. Me tokë, me villa, me qka krejt kjo investim shtu. Për 4 vite atë sa i ke bo diri tash, a ke mujt me mri atë shumën që e ke me ndu diri tash që ke mujt me fitu? Pa ka shumë? Logarit që i kom bo, e kanë të kaluat Limitin që e ke me ndu te? Po e kanë kalu për 50% është gati, se po që tashti me kamping këshyrëm. Kampingun e kom logarit që amullë se vjetë pej një prilit, e kom logarit dikon 50 kampera me i pas për krejt vitin, për krejt sezonin e verës, pse është viti parë, është diçka e resin Kosovë, kështu kamping në nivel evropian, i kom pa 2-3 vene që janë diçka për si lloj kampingar, po kamping është i vetmi kënë. I vetmi? I vetmi Kosovë. Edhe po veç mujnë, në prill veç mujnë e parë e kam kalu 50. 50? Të kamperave, kupton? Okej. Tash këshyrëm. Kosovë, pra mundet me kanë shumë e rrallë kjo me krejt kampingun edhe villat edhe pjesën më të mirë që e pas ke përfundu këto, jo gjitha vendet i kanë këtë pjesë që e mbulojnë me krejta. Jo, plus edhe tonë kom përnu 30 vjenë Zvicër në kamping, musafirët të Irlandës nuk kom pas, as kom pa. Në Prishtinë këtu më ka ardhur musafir Irlandës. Irlandës? Pe Irlandës, po 2 burë e grue, shumë njerëz të mirë, shumë simpatik, për çdo kohë vetëm përçafojshin, edhe që s'më shumë marrë bashkë mirë vesh, se unë e flas gjermanishtën, italishtën, anglishtën shumë pak. Po, dyqysh ja dalë. Dyqysh po mirë ndrysh, po. A ke pas edhe prej... Të Kosovës kom pas asnjë. Të Kosovës? Alo, asnjë s'kom pas. Do më thonë ekip krejt jashtë. Krejt hujt. Krejt hujt. E pari musafiri Kosovës që të vjen në natë e kapi me. Gratis. O kush është shef këtë intervjisi pari, flok në ma shpejt. Pari kam vere ose tind që është i Kosovës, që është shqiptari i Kosovës, se ka të parën ditë gratis. A din që ka këtë pjesë na nuk ve qesë, mi svetojnë për marrë familjen teme dhe po vinë të një det. S'ka problem, nuk ka problem heq. Okej, venit të duket të tepër i bukur. Cili i kanë edhe skarat të kampingat. I kanë skarat, që kjo pjesë është një pjesë ku është në projekt një restoran i vogël, po veç për njerëzit e kampingut edhe të villave. Po. Është një projekt shumë i mirë, po nëherë s'ka lek. S'ka lek, ha? S'ka lek njerë, a du me shku tash në Zvicër me punu edhe pak? Pak ma shumë për me ardhë. Këtu e, se cila këtu, villat e kanë marru kampingut, kampingu e marron tjetërën, këtu që ashtu funksionan kjo, është në gjirë. Në Zvicër me qka je mirë? Qka ke punu? Qka ke bo? Krejt kohën kam punu gjithë me njerës, gjithë me turizm, kam punu në kamping për 30 vite, edhe
Kom pas do pizzeria të mia. Kështu që kom punu një fabrikë për 2 vjet, një fabrikë ku përdoj ke letra, po ja. Najna, ka në shans. Ja, me najt një vend vyllën, unë nuk jam le. Kam që me najt jashtë, me najt me njerës, me pas kontakt me njerës, që ashtu është natyrën e kam që asisoj. Do të thënë ti me prejardje e ka një lindu një rritur? Unë kam lind qëto, Grashtic. Grashtic. Po, që pjesën qëto, tani pe këtujt, kur i kom pas 4 vjetë të gjysë të gjënja shkum Prishtinë, kur i kom pas 21 gjysë 22 më shkum Zvicër, edhe kur u plaka u këthej në Kosovë. Krej që shtu përja bojnë. Se po me ndonë që... Valla edhe të rritë më këthyje, shumë ma mire kanë këto. Ta shta ata kushte këshirë të mundë dhe në ati, ka i ke bo parët, me pare ka laj për ty. Po gjithë vend parët banë, ma shumë ma letë banë parët në Kosovë se në Zvicër. Zvicër nëse ki familje atje, është shumë problem. Me një rrugë si shanca me bo diqka. Kush e ka një biznes, një diçka jo është tjetër, ama kështu punë normale, ki një pagë mujore, 5.000 euro shemull i kije, po jo, se 2.500 e pagun veç banesën. Unë edhe gruja pagun 1.500 euro, sigurin të mjeku të muj për muj, shkova e do të mu pagu, është obligim. Plus shtojera do i kene Krejt do farë. ato, po tanaj leasingat, tanaj kjo, tanaj jo, telefonat si cili del një majri, mune me marë. Qa me ndonë do më thamë për pjesën e rinisë kosovare që dalin me... Po, unë jam dakord. Provu me punu atje. Unë thamë jam dakord se shumica, unë 80% të kosovarëve nuk kanë pas mundësi me dalë jashtë. Me këshyrë pak jetën, botën edhe jashtë qësh është. Ajo du të me konë një eksperiencë e mirë, se edhe nëse nuk nalën është ta me punua, nuk e gjenë vetën, kthehet, po ka pa diçka tjetër. Nëse ti e shet gjithë njëjtin sen, edhe nuk horizonte nuk e hap me këshyrë pak çka ka dhe për te. Në kupton, po kur delsh ti pajsh ti asi, ndoshta ndron pak edhe mentaliteti edhe pak sistemi jetës. Në kupton? Pse këto shembull preciz nuk ka. Thot vinë ora 10, që unë para 2 dite pe 4 në 5, erë në 6:30. Ta shak e hangër dorë, ka po, dhe ku më hangër të shpone jo. Dhe këtë logari që dhënë hao. A kuptan? Nuk, në shemë në Zvicra, në Gjermania, Italia, petë është pak ma shalë, që ta më pak ma e lirë, po kur thëtë në 8, është në 8 fix. Nuk është 8 në minutë. Ja, qërë në ina më të në Kosovë, ora për zona është 3, në ato në 3, po në 4 vina aty. Po, jo, që ashtu edhe mu më thotë musafiri në ora 4 ve aty. Unë logaritin 5 e gjysë. Jo, një orë e gjysë që zvjen para një orë e gjysë. Po, nuk e bojnë të madhe këtë punë. Këtu është pak ma ndryshe se që jeni mësuju në Zvicër në Gjermani. Po edhe për ata e kemi një farë lirie dhe jetojnë pak ma mirë. Jo në aspektin financiar, po ma pak stres. Stresi këtu nuk ekziston. Apo thuj që është ma mirë pak, qështu? Jo, ma mirë është qështu, veç, po ti mund është me jetua edhe me kompleciz edhe pa stres. Po. Ati është krejt sistemi jetës është stres. Pse e hupe një minut, një vend të një krejt tjirat të hupin. Po. Këtu e hup një minut, e hup një orë, po s'ka lidhe tjetër në nxenë, ose... Po fix. Pësaj se s'ka gajle, në nesra. Tregon pak që kishe drejtu një pjesës dërmuse që ja vlen me bo biznes edhe në Kosovë ose me punu, edhe mund është me gjithë vetën shumë a shumë se që më ndonë me dojë në Zvicër ose në Gjermani. Po, qëre, ideja të reja, me pas, sene të reja, jo kopime, se qëre të në Zvicër nuk mund është me inventu diçka. Ose në Gjermani, se ata i kanë bërë gjitha. Këtu ki hapësirë me bërë diçka tjetër, diçka të re. Jo me shku gjithë njëtin sistem, ose njëtin ide se ka bëjë, ta bëjë edhe une, të aji funksionon në restorani, do të funksionu edhe të une, shkon një restoran, ta shkon krejt restoranat e Kosovës, po thamë parafërsisht, i kitë njëtat meny. Ndryshon çmimin është 1 euro më shumë një më pak, po menu është e njëjtë.
Po tash pse s'del dikush me i qitë do menyja krejt tjera. Unë e kom pas një kontakt me një kuzhinier për restoran, thash po veç unë t'ja 5-6 menyja të mijat, ti mësoj 6 muj, s'du asnjë cent, veç do t'mi bo 100%. Po ata nuk i honë shqiptarët. Po shqiptar, leti shqiptari shkon, i bën 20 km me shku diçka tre me këshyrë, me kërkue, me shijue. Tani më varet për ti, qysh sillesh ti, so e ofron, so e kujdesesh për ta, so për mu këthyja e për të ti. Pa ai ka më shku me provu, se që ashtu kuriozitetit të ngrej. Po, fiks. Tash, në mënyrën mu gjujt, italisht e ndutarësi, mu gjujt, kem problem në pa. Zgudzojmë, veç me shkojmë që tu qemë të sigurta, po tu qemë të sigurta nuk funksionon gjithë. Funksionon një vend, po jo dikon tjetër. Po këtu shemull, ka problemin duhet pak mu kujdes ma shumë se i qeveria apo dikush tjetër për njerëzit që investojnë. Edhe për t'jashtit, po sidomos për ka këto. Për të Kosovës, me dhon një dorë, me dhon një mundësi, me dhon një kredit, apo një diçka tjetër, apo që me marrë hapët e parë. Këto e nisë një biznes, po duhet krejt me forcatuat. Tanë, kini problem, nuk di, infrastrukturën, ujtë, rryma, së merë kush parasysh. Që 4 vjetë unë jam tu në gjatën të shumaj të nga për rrymë, që pune jam të pru me agregat. Që vjen një Gjerman për Gjermanie, nalet këto rrenë, edhe mas një orë më thëtë ka një shtrumë. S'ka rrymë. Këta mirë se vjerë në Kosovë, që qështu funksionon të na. Në 2025 të nështë normale, sas në Afrikë nuk eksiston këtë punë. S'ka rrymë se ku me di dikun ja i ka arë qefit, ta kenale edhe fonë. Shko reklamati. Nuk është, shemëll najna mësu, se nalet rrymës është problem. Vjen mas një ore, po nuk mësua i Hollandës, a i Gjermanisë, a i Zvicrës, a i një tjetër vend, mu vjen i nati, edhe me punojnë ashta. Me humbje, beso me humbje këmë punue, që 48 orë s'kom pasë rrymë, këmë punu me humbje, po më koordinati këmë pasë 4 kampera Zvicrës. Koordinati më këthy në Zvicrë e më thonë kesh në Kosovë, po s'kish rrymë. Fort mirë, super krejt, po rrymë s'kish. Kjo koha e funit ka pas probleme pak me rrymë, se s'është gjithë që shto t'i kalzoj që i kena të probleme. Unë që tu për vetë jam të posë problem, maksimum, problemi numër ne kam me rrymë. A keni bo ankes? Kom bo ankesa, kom bo një qëllësene, që tash për doket që diçka ka fillue, një pëlqim në i ka ndonë në gjitë një trafo, edhe besoj që ishtë po mrana një avë ditë dhe ditë diçka botë, se që ajo është problemi, e këtën. Ka ma heret që i ke pas domenja tua speciale? Jo, i kom pas, i kam, se i kom punu qatë profesione dhe gastronomine. Tregon cila i shkon menja ma speciale që kishe pas këtu në kamperat tua, në villa, cila i shkon ma specialja? Ma specialja, shembull, dimnit është një lloj i djathit në Zvicër. Ata e ka si rëshov, edhe hjekët kështu tu në zjek, hjekët qitet patate. Rakleti? Bravo. Okej. Ajo shembull unë se kom pa këtë që ka. Nuk ka në Kosovë. Tartar besoj që ka, po nuk di se kom provu kur. Ka tartar edhe peshqit ose të ljopës, po janë të nej vitello tonato. Unë e kom provu një vend vitello tonato, po të na po i mu kemi në gjo, po vitello tonato jo, s'kish lidhë me vitello tonato, majonez. Okej, po janë menuja... Aty në shemë vitello tonato është një menu e verës. Po. është e freskët, edhe po, ka shumë sene. Menuja tua që i ke pa dhe në Zvicër edhe ke pa dhe prej shokve, i ke pa vetë. Po, në Kosovë i na mësu, faktikisht na me do pleskavica, me file pule, me... Jo, nuk është krejt ashtu, se ka restorana që i kanë
e kanë një kartë shumë të Po, e kanë një meni për gadet. shumë të mire. Po. Me peshk pak atë janë pak më mrapa, ose sigurisht se edhe na në shtasi pop nuk e preferojmë shumë peshkun. Po me mishta kështu janë ka shumë restoran që kanë në meni bajagi të mirë. Po. Me peshk pak ma pak, por nështë se s'ka kërkesa, nuk di. Gjithsesi, faleminderit ty shumë për kohën edhe këta fjalë që na i tha deri tash. Ishte Villa Riza me cilën përmes intervistës kam Camping pas Villa mundësi. Riza. Camping Villa Riza Se në ka Grashtic. Ka ndryshuar prima përpara kom veç Villa Riza, tash po Camping Villa Riza. Okej. Riza ka qenë baba jam. Riza prej, domethënë emri i Emri babit tën. babës po. Që sot e mbon këtu edhe E moj me fiton fanatizëm. shumë prej ti. Shumë me fanatizëm e moj. Faleminderit Edhe shumë mundohuna juve. mos me zhgënjy. Shpresojna shumë që kime pas punë ende më shumë, edhe Faleminderit. krejt njerëzve që shohin përmes kësaj interviste kanë me ardhur edhe me për çukat vend shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. juve.